gjyshja, stërgjyshi i madh ka qenë kuzhinier. Tradita jonë ka qenë shumë e hershme, mbi 400-500 vjet. Ballakumën dhe Ravani që është shoqëruesja e ballakumës. Mbi 700 kokra nuk arrihet dot në 20 orë punë. Kemi munduar ta marrim traditën, tradita jonë ka qenë shumë e hershme, nuk i dihet dosha mbi 400-500 vjet, nuk i di se sa e vjetër është. Edhe kjo si traditë është festuar për vetëm në Elbasan, edhe kohën e Monizit, pa këtë sistemi, dhe ka qenë festë pagane që bëhesh edhe fshehurezi, se nuk lejoheshe. Pasi filloi demokracia, u privatizuan edhe dyqanet, edhe neve nga kjo pjesë që e bashim në për shtëpiat tona, filluam ta bashim të biznesin jonë. Ballakumën dhe Ravani që është shoqëruesja e ballakumës. Ne vim nga një familje që historikisht gjyshja, stërgjyshi i madh, imam ka qenë kuzhinier dhe pasqyrë për vitesh. Tani më ngeli ralla mu, prindit nuk jetojnë ma dhe unë baj dekada 4 që punoj të kjo dyqani i Timeti.